ishte shumë e rëndësishme që të filloj me 3 pikë. Normalisht ekipet pas fazës përgatitore dhe me ambientimin këtu në Maqedoni nuk është e lehtë gjithmonë, por në përgjithësi jam i kënaqur me ekipin, në përgjithësi jo shumë me lojën në disa situata, por ju thash këto ndeshjet e para më shumë e rëndësishme dhe super e rëndësishme është fitimi 3 pikë. Kur shikojmë kështu si shkoi ndeshja në fund, mund të kishim shënuar edhe golin e tretë, por deri te i pari erdhën vështirë. Meriton komplimente skuadra pavarësisht që ju mund të jeni pa kënaqur për ato 60 minutat e parë, por ata lojtarë mbajtën 0-0, më pas dallimet u duk që bën diferencën. Zëvendësimet. Normalisht Shkëndija ka futbollist shumë cilësor dhe unë besoj që asnjëri nga ato futbollistë nuk është zëvendësues. Krejt janë futbollistë të cilët janë futbollistë standard dhe normalisht ne kemi një rotacion shumë të madh dhe ju do shihni këtë nga ndeshja në ndeshje. Unë mendoj që ne ishim dominues dhe krijuam më shumë se struga për hir vërtetës, edhe jam i lumtur që disa nga ato raste që krijuam ne shënuam dhe besoj që me merit i morëm 3 pikë. Gol dhe asist nga Spahiu, është ky lojtari që i duhet Shkëndijës, po flas për profilin e tij? Për mendimin tim Spahiu është një futbollist i jashtëzakonshëm dhe unë mezi pres që ai merr maksimumin dhe normalisht me marrjen e maksimumit ai do ketë edhe më shumë minuta për shkak se unë në asnjë moment dhe përsëris as Spahiu, as Krasniqin apo as Reshat Ramadani nuk i llogarisi futbollistë të cilët janë zëvendësuese, ato janë futbollistë shumë të rëndësishëm Shkëndijës. Gjithë këto futbollistët që ishin sot në pankinë janë futbollistë që në çdo moment mund të aktivizohen, janë aktivizuar dhe do aktivizohen të ardhmen. Dhe normalisht më vjen mirë që futja e tyre i dha një impuls ofensiv skuadrës dhe që do të thotë se vendimet tona se përket ndryshimeve ishin pozitive. Pak minuta për Fatën Nzvegën, i dha ritëm lojës dhe shënoi një gol, pavarësisht që meritej Spahiu. Jam shumë i lumtur domethënë me realizimin e Nzengues për shkak se ai vetëm dje mbrëma është bashkangjitur me skuadrën për arsye të vizës, normalisht arsye burokratike. Dhe humbi edhe një pjesë të fazës përgatitore në Antalya për shkak një dëmtimi të vogël, por tani ajo është rikthyer dhe ne do punojmë që ai sa më shpejt të kthehet në formë dhe normalisht fizikisht ngjihet më mirë dhe lojtari kur është fizikisht më mirë shprehet edhe në fushën e lojës më mirë. Dua të them që për një futbollist, veçanërisht për një sulmues i cili në ndeshjen debutuese, në derbi dhe të shënosh është besoj që edhe ambientimi edhe ngrohtësia ndaj tij do jetë shumë e madhe dhe besoj që edhe kontributi i tij për skuadrën do jetë më i mirë.